Edhe pse të ardhurat në buxhetin e shtetit gjatë muajit shkurt janë më të larta se planifikimi i fillimit të vitit, përsëri deficiti rezulton me rritje. Nga të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave, gjatë muajit shkurt të ardhurat në buxhet llogaritën në vlerën 49.6 miliard lek, ndërkohë që ishin planifikuar 23.2 miliard lek. Po nga këto të dhëna, vëmë re se janë dyfishuar shpenzimet korrente gjatë kësaj periudhe, ku ishin planifikuar 25.9 miliard lek, ndërkohë që janë shpenzuar 50 miliard lek. Kjo vërtetohet edhe me faktin se në të gjithë vendin janë hapur projekte të reja, si dhe janë bërë pagesa për të mbyllur punimet në objektet e nisura një vit më parë. Gjithashtu vërehet një rritje e interesave të borxhit publik, nga 4.4 miliard lek që ishte planifikuar, janë paguar 7.9 miliard lek gjatë kësaj periudhe. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, shpenzimet arritën në vlerën 57 miliard lek, gjë që solli një deficit buxhetor në mbi 7.4 miliard lek. Performanca jo e mirë në realizimin e të ardhurave ka shoqëruar administratën fiskale gjatë gjithë vitit të kaluar. Në programimin vjetor të buxhetit, të ardhurat janë llogaritur të jenë në vlerën 360.6 miliard lek, shpenzimet në 409.5 miliard lek dhe deficiti në vlerën 48.9 miliard lek.